Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkojmë. Të ndershëm vëllezër, unë sot do të flas për 4 imamët e mëdhej që ju të gjithë i dini, i keni dëgjuar, po vetëm se t'ja përkujtoj vetes dhe juve se atë që ne kemi sot, dikush më herët është mundu që ne ta kemi më lehtë. Mirë po fillimisht, Islami ka ngritur dietarët në një pozitë shumë të lartë. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Pastaj thot: "Yarfa illahu alladhina amanu." Allahu subhanahu wa taala i ngrit lart ata që kanë besuar, minkum për jush, walladhina utul ilma darajat, edhe ata të cilat ose atyre të cilëve u është dhënë dituria. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innal ulama warathatul anbiya." Me të vërtetë thot dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Të dashur vëllezër, ju e dini që Kur'ani ka zbrit e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vite është mundu me sqaru dhe e ka sqaru dhe e ka shpjegu Kur'anin. Edhe ka lënë traditë të vetën që quhet hadith. Pastaj këta 4 imamët e mëdhej janë mundu secili në mënyrën e vet ta shpjegon Kur'anin me ndonjë hadith të vërtetë. Ndonjëherë kanë qenë bashkë me një mendim, ndonjëherë njëri ka pas mendimin ndryshe e tjetri ndryshe. Këta 4 imamët e mëdhej janë Ebu Hanifja, ose imam Ebu Hanife i pari, i dyti imam Maliku rahimahullah, i treti imam Shafi, imami Shafi, dhe i katërti imami Ahmed ibn Hanbal. Këta të ndershëm vëllezër nuk kanë shpik fe, nuk kanë ardhur me fe të re, nuk kanë kriju islam të ri. Por këta njerëz e kanë shpjeguar Kur'anin, e kanë shpjeguar traditën, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e kanë organizuar ose i kanë organizuar shkollat juridike ose jurisprudencën islame që quhet fik. Unë ndal nga dal do të flas për të gjithë nga pak. Imami i parë të ndershëm vëllezër që edhe ne i takojmë asaj shkolle, atij mëdhëbi, është imami Ebu Hanifja rahimahullah. Imami Ebu Hanife ka emrin e vet që quhet Nu'man ibn Thabit ibn Zuti el-Kufi. Nu'man i djali Thabitit, e pastaj me stërnipën i Zutit el-Kufi. El-Kufi është një qytet Kufe që është në Irak. Edhe në bazë qytetit Kufe i thonë edhe el-Kufi. Ka lindur në vitin 80 Hijri, që i vjen me kalendarin tonë në vitin 699, parafrasisht tash, ai kalendari Hijri kur shndrohet në këtë kalendarin diellor. Do të thonë ne kohën e kemi me kalendar diellor, ndërsa ka edhe një kalendar tjetër që quhet Hijri ose quhet kalendari hënor. Ka vdekur në vitin 150, do të thonë ka lindur në Kufe, në Irak, ndërsa ka vdekur në vitin 150 ose 767, sipas kalendarit diellor në Bagdad. Ka qenë nga tabiinët. Tabiinët, do të thonë kush është sahabe, ai i cili është taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është taku dhe ka qenë musliman, e ka pranuar Islamin, e ka pa Muhamedit Islam, quhet sahabe. Ai i cili e ka taku një prej sahabeve, e ka pa dhe e ka taku, quhet tabi. Ebu Hanifja e ka taku sahabijun Enes ibn Malikun rahimahullah, për atë shkak edhe është prej tabiinëve. Të ndershëm vëllezër, Ebu Hanifja, për ata që nuk e kanë përhatër, ka qenë familje pasanikësh,
familje e ngritur në aspekt financiar, shumë e ngritur. Ose familje tregtarësh që janë marrë me tregti. Babai e Ebu Hanifës ka qenë tregtar rrobash. Ka bledh dhe ka shit rroba, teqë. Mirë po ka qenë njeri i devotshëm. Është marrë me tregti, mirë po është marrë dhe nuk i ka lanë obligimet dhe Allah subhanahu wa taala. Edhe Ebu Hanifja, normalet është në familje tregtarës edhe ki ka fillu të mëson tregti dhe të punon me tregti. Mirë po Allah subhanahu wa taala e drejton Ebu Hanifën drejt dijes, jo drejt tregtisë. Çka ndodh? Një ditë prej ditëve takohet Ebu Hanife me një prej dietarëve të asaj kohe që quhet Imam Shabi. Kështu e ka pas emrin Imami Shabi rahimahullah. Edhe takoni Ebu Hanifën dhe i thot, të shoh duke shëtit, duke ecë edhe thot ku shkon atë shumë që ecë në lëvizje. Ebu Hanife ka thonë shkojnë trek, shkojnë pazar, se punoj. Imam Shabi ka thonë, unë e shoh të ti një mençuri të jashtëzakonshme. Do më thonë ki Imam Shabiu e ka pasë Ebu Hanifja është i Zoti dhe i mençur. Thot mos e humb shumë kohën trek, por shko ulu të dietarët. Kjo fjalë, ki mohabet janë ndryshoi jetën e Ebu Hanifës të ndryshëm vëzër, dhe Ebu Hanifja filloi me kërkimin e dijes. Fillimisht shkon të një prej dietarëve të mëdhej të asaj kohe që quhet Hamad ibn Sulejman, ibn Ebi Sulejman. Ki ka qenë njëri hoxha dietari kryesor se imami më i madh i Ebu Hanifës. Kur të pyet dikush Ebu Hanifja ku e ka marrë mësimin më së shumti, e ka marrë te imami Hamad ibn Ebi Sulejman. Pastaj ka mësuar te Ata ibn Abi Rabah, ka mësuar te Amir Shabi, shumë ka pas prej dietarëve të asaj kohe, mirë për Allah subhanahu wa taala e ka mundsu këtyre 4 imamëve që të kenë edhe shkolla juridike të veta. Jo që s'ka pas dietar të tjerë. 18 vite Ebu Hanifja ka studiu vetëm te njëri prej këtyre emrave që thash hoxha kryesor i tij, Hamad ibn Ebi Sulejman. E ka pas një pozitë të jashtëzakonshme Ebu Hanifja në mesin e hoxhallarëve, në mesin e dietarëve të asaj kohe. Edhe sot, për shembull, nëse pyet secilin prej neve, cilit medhhebi takon, secili tregon. Në bazë të vendit ku jeton, tregon se cilën shkollë juridike e përfatson. Mirë po të ndryshëm vëllezër nuk ban muhabit dhe me qenë ekstrem. Vetëm se mendimi im është i sakt, hoxha jem ka thonë dhe u kri puna. Nuk ban me qenë ekstrem, sepse Ebu Hanifja kështu thot, i dha sahha al-hadith, fe hua madhhabi. I vjen kjo që unë thot, se am gjallë, mirë po në qëfë se vdes, edhe vind dietar tjerë, me një mendim tjetër, edhe me hadith sakt, që unë se kam pas, që ajo fetfa që ata kanë me dhonë është medhhebi. Por atë shkak do të njëherë ne, jo vetëm ne, por secilin botë mundohet, jo ne kina tamam, jo ju se keni tamam, jo. Kretë janë në rregull, po tash varet se cilin mendim ne mundemi me marr, nuk do më thonë se mendimi tjetër nuk është i saktë. Ndërsa vëllezër, mirë po këta për më arrit kaq fam, edhe kaq njohuri, edhe kaq dituri. Çka kanë bën këta njerëz që ne sot e kësaj dite i përmendim? Asgjë më shumë se sa duhet. Për shembull, një e kanë falë namazin e natës pa ndërprerje. Kanë qenë të sinqert me Allahun subhanahu wa taala dhe kanë qenë të sinqert me xhamatin e tyre. Kanë pas frikë dhe Allahu subhanahu wa taala dhe kanë pas sinqeritet. E përmendë edhe më herët. Nuk kanë pas diçka të jashtëzakonshme. S'kan qenë njerëz ta quajmë e mos kanë qenë bevlia ose mela, jo. Evlia nuk e dim kush mundet me qenë, vetëm Allahu i din ata njerëz. Kanë qenë njerëz përpikt. Kanë qenë njerëz përpikt me plan program ditës dhe të natës. Edhe ja kanë arrit qëllimin. Thuhet që Ebu Hanifja 40 vite, para mendoj tash, thuhet, Allahu alem se e vërtet, mirë po, tash në patjetër me tregu si histori, 40 vjet
e ka falë sabahun me abdesin e Yacis. Kjo i vjen që natën e njeriu s'ka flet, ose ka lexu, ose ka mësu, ose i ka bën ibadet Allahu subhanahu wa taala. Domethënë nuk mundet të arrit njeriu diçka të madhe pa sakrifiku. A kupton? Tash ne përmendim me Ebu Hanifën edhe gëzohemi dhe mburimi se ne i takojmë mëdhëbit Hanefi. Mirpo dhe ne duhet nga pak më mundu me jam përgjavil ati. Me diçka. Të desë vëllezër, Ebu Hanifja ka jetu në kohën e khalifës Ebu Ja'far al-Mansur. Ebu Ja'far al-Mansur janë khalife e ditë i shtetit Abbasi. I pari që e ka formu shtetin Abbasi është Ebu Abbas al-Safah. Ndërsa pas vdekjes së tij vjen Ebu Ja'far al-Mansur. Edhe kjo Ebu Ja'far al-Mansuri e ka vëndu kur themelin e Bagdadit. Do më thonë, kjo kohë e ka ndërtu qytetin e Bagdadit që s'ka qenë më herët. Mirë po, e ka thirë Ebu Hanifit dhe ka thonë ti të kam parapab me qenë në gjuhën tanë tash kryetari i gjykatave supreme ose prokurori publik i krejt shtetit. Atëherë ka qenë shumë shteti i madh i muslimanëve. Do më thonë, deri në Andaluzi. E ka kap geografikisht shumë vend edhe shumë edhe popull që e kanë pranuar Islamin, po edhe shumë vend geografikisht edhe shumë njerëz. Ebu Hanife ka thonë, shqipe, faleminderit shumë për respektin, mirë po unë nuk e shoh vetën të përshtatshëm për këtë. Nuk mundem me qenë dhe nuk e pranoj këtë post. Halifja i thotë, po gënjen, ti je i përshtatshëm, po gënjen që s'je. Atëherë ja kthen Ebu Hanife thotë, më si une jam gënjeshtar. Atëherë një gënjeshtar nuk mundet më bëjë gjykatës. Gjykatësi do të më qenë i drejtë. Atëherë halifja normale tash, i fort, me forcë, e ka burgos Ebu Hanifën. Dhe Ebu Hanifja të ndeshëm vëllezër ka vdekë në Bagdad në vitin 150 Hijri dhe thuhet se ka vdekur duke bën sejdë. Allahu e mëshiroft, në xhanazën e tij kanë marrë pjesë jo pak njerëz, po shumë njerëz, me mija, me 10.000 njerëz kanë marrë pjesë kur ka vdekur Ebu Hanifja. Dietarët, çka kanë thënë dietarët për Ebu Hanifën? Ebu Hanifja ka punu. Ebu Hanifja nuk e ka bën me dhejbin që ne përfaqësojmë. Pastaj kanë bën talebët e tij. Studentët e tij i kanë venduar rregullat që i ka parapo Ebu Hanifja. Edhe kanë formuar që këtë medheb që i kemi. Ebu Jusufi edhe Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, këto janë dy nxënësit më të njohshëm. Kudo që shkon në botë edhe e përmend Ebu Jusufin, vetëm thuaj Ebu Jusufi, ata të gjithë kanë me thonë o talebja më i madh i Ebu Hanifës. Çka thot Imam Shafiu për Ebu Hanifën? Thot, njerëzit në fik dhe në jurisprudencë islame të gjithë janë të mvarur nga meselet dhe nga fetvat e Ebu Hanifës. Imam Shafiu tash. A Imam Shafiu ka medhebin e vet, apo shifet çka ka thonë? Që ne do njëherë, jo, Imam Shafiu, Imam Malik. Imam Shafiu vetë ka lavdëruar Ebu Hanifën. Nuk ka nevojë tash ne me hin luftë ndërmjet vetë se kush më i Zoti, jo. No, mirë mi lexu krejt, e mi ndëgju krejt, edhe me marr diturin nga të gjithë. Abdullah ibn Mubarak, rahimullah, thot, nuk kam parë njeri më të zgjuar dhe më dietar në fik se sa Ebu Hanifja, rahimullah. Të ndërsa vëllezër, disa mësime të shkurta nga historia e shkurtër e Ebu Hanifës. E para, dituria është më e vlefshme sa tregtia. Tregti miro me ban, miro me punu, miro me pas, miro me ndihmu njerëzive, mirë po prapë se prapë, dituria jetë më e vlefshme se sa tregtia. Dietari është mirë me qenë i pamvarur nga pushteti. Është mirë, e sa mund me e bëjë diçka tjetër. Ama dietari nuk guxon me ia bë qefin shumë pushtetit. Do më thonë, ka thonë halifja, ka thonë mbreti, ka thonë kryetari dhe në mo, e ka mirë, se ka mirë? Ja, duhet dhe njerë mi a këthimi, thonë ja. Më falë ti e mbret, ama këtu e ke gabim. Devotshmëria të ndershëm vëllezër është baza e dijes dhe e diturisë dhe e katërta durimi në sprova është rruga e dietarëve.
Ebu Hanife duroi kur është provu, hini në burg, mirë po nuk u kthi nga ajo që e kishte vendosur. Imami i ditë që vjen pas Ebu Hanifës, rahimullah, është Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, të ndershëm vëllezër, quhet Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi al-Madani. Al-Madani i vjen i Medinës, sepse Imam Maliku ka lindur në Medinë. Në Medinë, në qytetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka lindur në vitin 98 Hijri, që vjen me kalendarin tonë në vitin 711, ndërsa ka vdek prapë në Medinë në vitin 179 Hijri ose 795 sipas kalendarit diellor. Ai ka jetu tër jetën në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka qenë nga dietarët e mëdhenj të asaj kohe, po edhe të kësaj kohe edhe do të jetë deri në ditën e gjykimit. Tash të dietarët nuk janë ngritë rastësisht. Kanë pas familje të devotshme dhe të ngritur në të gjitha aspekte. Familja e Imam Malikut ka qenë familje dietarësh. Baba nuk e ka pas shumë të ditur në nivel të dietarëve, po mingja e Malikut rahimahullah ka qenë për dietarëve të mëdhenj të Medinës, edhe dietari i hadithit. Mirë po nana e Malik ibn Anasit është marrë shumë me edukimin e djalit vet. E djalit vet që tash nëse e krahasojmë nanën e para 1000 vjetëve dhe para 50 vjetëve, edhe nanën e re, nëse e krahasojmë babën e para 1000 vjetëve, para 50 vjetëve dhe babën e sotit, si nata me ditën. Si nata me ditën, pse? Se ne fort nuk kemi kohë më marrë me fëmijët e tanë, të marrë me qefet tana të përditshme. Kjo është ajo që është e vërtet, nëse e themi ndryshe, vetëm se e kemi gabu dhe s'ja kemi qëllu. Thot, nana e Malik ibn Anasit i ka thonë djalit vet, shko te Rabi'atur Rai, ka qenë një prej dietarëve me Medinë, Rabi'atur Rai, kështu e ka pas emrin. Thot, shko të ai fillimisht mësoje edukatën, mësoje sjelljen, e pastaj pas një kohe kemi shkuar dhe kemi marrë dituri. Në më thonë njëherë, e ka urdhëru, e ka mësu, ja ka tregu rrugën se si duhet me qenë i edukuar, i moralshëm, e pastaj dituria vjen. Lesh mëson nuk i puna. Ama moralin është problem pastaj me mësu. Të ndershëm vëllezër, Imam Maliku, interesant, tash, sa është e vërtet, edhe unë habita o çudita pak, mirë po kam mësu të 900 dietar, të 900 hoxhallar, të 900 dietar të saj kohe, se cili në atë lëmin e vet ka marrë ilm dhe dituri Malik ibn Anasi. Prej më të njohshëm është Nafi Maula ibn Umar, i pari, Ibn Shihab az-Zuhri, Rabi'atur Rai edhe Ja'far as-Sadiq. Këto janë më kryesorët që Imam Maliku ka marrë mësim të këta njerëz. E ka shkruar një libër shumë të madh që sot e kësaj dite studiohet, quhet Al-Muwatta ose Muwatta ibn Malik. Libër i hershëm i hadithit. Para se me dalë, për shembull, Imam Bukhariu, Imam Muslimi, e kështu me radhë, ata imamet e mëdhenj që janë marrë me studimin e hadithit, Imam Maliku është marrë më herët. Edhe për këtë libër, Imam Shafiu, rahimahullah, thot, nuk ka në tokë, në atë kohën e vetë. Ta shumë jam duke folë për kohën e këtyre imamëve, thot, nuk ka në tokë libër më të sakt pas librit të Allahu subhanahu wa taala, pas fjalës së Allahu subhanahu wa taala Kur'anit, se sa Muwatta e Imam Malikut. Ka pas shumë respekt ndaj hadithit. Imam Maliku është marrë shumë hadith dhe thuhet se ai para se ta transmetonte, të thonte diçka për Muhamedit sa se ka thonë, njerë fillimisht ka marrë abdes, e pastaj ka vesh rroba të lara, të pastërta dhe të mira, edhe është ulë me respekt, edhe pastaj ka nisë me folë se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër, Malik ibn Anasi kur ka dhënë fetva se në tash e keni pa kohën e fundit, ta fetva të japim thuti si kush di sa di. Asgjë nuk di, ne veç ato çka kanë
thonë djetarët, vetë ne I transmetoj. Ka thonë ki, ose se ka thonë ki. Asë gjane nuk mundi me shtu dhe me paksu. Sepse nuk kanë regull, se duhet bajegi I buri I madh me qenë, I moral shumë dhe I ditur shumë, për me dhonë fetfave. Imam Maliku të ndërshë vëllezër, ka ardhur një prej njerëzve dhe I ka parashtru 40 pyetje. Malik ibn Anesit, në shumicën prej tyre ka thonë nuk e di, nuk e di, nuk e di. Prej 40 pyetjeve, a ka thonë 2-3 përgjigje. 37 I ka thonë nuk e di. Për shembull. Edhe ju ka bëj kohë, si vetë imami më I madh I kësaj kohe nuk e di. Ka dashur mi tregu se Imam Maliku nuk e di të gjitha. Ka dhe imam tjerë që di, nuk jam vetëm unë ai I cili di. Të ndërshëm vëllezër, edhe I ka thonë, banju selam njerëzve në Medine, që Imam Maliku nuk di gjithçka. A di çka do të thonë kjo? Këto ilmi, kjo frika dhe Zotit dhe kjo I sinqeriteti. Ka dashur me tregu se mova mos u mbështetni te një njeri, sa I sot tonë se nuk është. Ka dhe tjerë, alimat mëdhej, edhe mos u lidhni. Sikur tashne, për shembull, e njohim një njeri edhe krejt mo, çka të thot ai, çka të thot. Po ajo sot, po nesër nuk është. Kush ka më shpjegu çështjet? Po çak nuk bën mu lidh për njerëz, por duhet mu lidh për diturinë e tyre. Imam Maliku ka dashur me tregu se nuk di gjithçka unë. Po ka dhe njerëz tjerë. Të ndërshëm vëllezër, medhebi Imam Malikut rahimahullah quhet medhebi Maliki. Më herët harova tregoj se kush trihet medhebi ose shkolla juridike Hanefite. Shkolla juridike Hanefite, do të thonë, është shtrihet në Ballkan me 90% e më shumë, në Turqi, në Siri ka pak, në Egjipt ka, në Afganistan, Pakistan, Bangladesh e kështu me radhë. Hanefit janë në Pakistan shumë, janë në Afganistan, shumica e Afganistanit janë Hanefi. E tash këtë varet çfarë Hanefi jemi. Ne tash ne ndonjëherë themi ne jena Hanefia ma. A jena me rregulla vetë kështu me emër. Tash edhe në Afganistan janë Hanefi edhe ne jena Hanefi. Kush është Hanefi tash? A ata ne, edhe kjo luftë verbale mundet më u ndërmjet neve se kush është Hanefi se sa, por nuk ka nevojë kështu me mendune. Ne duhet me qenë musliman e para. Mirë, po nëse vjen pyetja se duhet me sqaru dhe me shpjegu, atë i shohim dietarët se çka kanë thonë për një meselë. Medhebi Maliki shtrihet të dashur vëllezër në Afrikën Veriore. Afrika Veriore I vjen Tunisie, Libia, pak Egjipti, Algjeria, Maroko dhe Mauritania. Këto janë shtetet që e përfaqësojnë medhebin Maliki. Shifni sa interesant. Ku ka jetu Malik ibn Anesi në Medinë? Ku ka vdek Malik ibn Anesi në Medinë? Po çka ka lidhje Maroko me Medinën? E dini sa lart? 10.000 kilometra. Mos ta gaboj tash gjeografikisht, po shumë lart. Ata janë Maliki, janë Medinë, janë Hambeli. Kjo çka do të thonë? Kjo do të thonë se nuk lidhen me njerëz pse njeri ema. Ne çka kena lidhje me Banifën, I persian ka qenë. As shqiptar, as hajde më të ishtin turk mangat ton, jo. As shqiptar, as turk, persian. Mos ka lidhje, nuk shkojnë punë njeri em, njeri jot. Po shkojnë punë çashtu si duhet dhe si janë shtrenjtë. Imam Shafiu thot për Malik ibn Anesin, kur përmendën dietarët, Maliku është ylli I tyre. Do më thonë ka dashur me lavdru dhe me ngrit Malik ibn Anes. Ka vdekur në Medinë dhe u ka varros në varrezat El Baqi. Ata që kanë qenë në Medinë janë ato varrezat afër xhamisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne I quajmë Jannatul Baqi, ndërsa ato që kanë xhenetin e kanë ashtu. Jannet do më thonë kopshti I Baqi, do më thonë varrezat Baqi. Imam I tretë të dashur vëllezër Imam Shafiu. Imam Shafiu ka lindur në Gaza. Gaza më që 2-3 vjet krejt bota e ka mësu përmend, nuk ka fëmijë që nuk e din çka është Gaza. Gaza një vend që shkatrohet, është shkatruar dhe ende vazhdojnë ta shkatrojnë. Në Gaza kanë bërë gjenocid jahudit, hebrejt që askush nuk mundet me mohu, kanë vrarë 20.000 fëmijë,
kanë vrarë 20-30.000 gra. Mirë pa Allah subhanahu wa taala, se cilën muj në atë vend lindin ka 3.000 fëmijë. Se cilën muj ka 3.000. Nuk shkon 3-4 vjet kanë më bë më shumë se 70.000 se ça i kanë vrarë. Me Zotin nuk luftohet. Mundesh me vrarë njerëz, mirë po, me Allah subhanahu wa taala i që hin luftë, e ka humb luftën prej në fillim. Ka lidhur në Gaza, i quhet Muhammed ibn Idris al-Shafi'i, al-Qurashi. Pse al-Qurashi? Sepse është prej familjes Qureshite, familjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ka lindur në vitin 150 Hijri, ndërsa ka vdekur në vitin 204 Hijri. Interesant, në vitin që ka lindur Imam Shafiu ka vdek Ebu Hanifja. Ebu Hanifja ka vdekur në vitin 150 Hijri, ndërsa atë vit ka lindur Imam Shafiu, edhe tash njerëzit tash këto që i kanë qef ato medhhebet pak, thonë s'ka guzu me lindje Imam Shafia nga frika e Ebu Hanifës. Në momentin që ka vdekaj, atëherë ka lindë. Këto pak janë ato muhabetet që i kena qef dhe njëherë në... Po kjo vetëm si biset ose nuk ka asë njëherë boje me të vërtetën. Imam Shafiu, të ndërshëm vëllezër, shumë ka qenë inteligent dhe i zgjuar, interesant. Sa që thuhet, kur e ka hap Kur'anin, për shembull dy faqe ose në librin dy faqe, këtë faqen e ka mbyll kështu. Që ta mësoje këtë se tu dihet i ka mësuar më njëherë dhe ka pas mundësi me u përzi. Çaj shumë inteligent këtë. Do të thonë dy faqet, të dihet i ka mësuar më njëherë, përmend. Ja kanë vendu dorën se kanë mbulu këtë faqen që ta mësojë një herë mirë këtë e pastaj dale te tjetra. Mirë po ka qenë shumë fukara, edhe nana vetë ka marrë dhe është shpërngul se baba i ka vdek herët, edhe është shpërngul në Medine. Edhe ka jetu disa vite në Medine, pas e pre Medine është shpërngul në Egjipt. Mirë po nga fukarllëk, ku ka shkrujt? Imam Shafiu s'ka pasi kur tash. Fëmijët e tonë ka 20 telegrafa, ka 30 lapsa, ka 15 gama, çka fletore sa dush, libra sa dush, ama me mësim, shumë pak mirëmi, fatkeqësisht. Ka shkrujt në Kocka, në ato kocit e deveve dhe çka ka vjet aty, ka shkrujt, është mundu me shkrujt diturit, në sofza lëkure, në lëkurat kafshëve edhe në gur. Sepse çka shkruhet në gur, thonë ajo jetë, nuk shkatrohet. Mrekulli, ka qenë mrekulli, diçka mrekulli për umetin tonë, se ka qenë shumë inteligent, e ka mësuar Kur'anin përmend në moshë 7 vjeçare, ndërsa atë librin që e përmenda Muwatta të Ibni Malikut e ka mësuar përmend në moshën 10 vjeçare, para mendoj. 10 vjetë edhe Kur'anin ka ditë përmend, edhe Muwatta Ibni Malik, një libër shumë i madh e ka ditë përmend. Të dashur vëllezër, Imam Shafiu me cilën është takuar në Medinë? Me Imam Malikun. Do të thonë të dy këto imamat e mëdhej, se Ebu Hanifja më i vjetër ka qenë, ama këta kanë qenë një kohë dhe janë takuar në Medinë. Çka i ka thonë? Kur e ka pa inteligjencën Imam Maliku, kur e ka pasi Imam Shafiu çfarë inteligjencë, sa i Zoti dhe sa i zgjuar është, i ka thonë ki frikë Allahu subhanahu wa taala se ti do të kesh shumë pozitë madhe në umetin islam. Do të thonë bëhu i devotshëm, se devotshmëria e mban njeriu, ndonjëherë nuk e mban vetëm dituria. Dituria pa devotshmëri o barabar me zero. Të dashur vëllezër, pastaj Imam Shafiu prej Medinës u thon në Irak. Pse ka shkuar në Irak? Ta mëson diturinë e Ebu Hanifës, që ne ndonjëherë, jo, Ebu Hanife e Imam Shafiaja. Ato i kanë pas punë mirë dhe më të veti, po ne ndonjëherë i te kalojmë ingerencat tona si njerëz. E ka mësuar metodën e Medinës të Imam Malikut, të hadithin, ndërsa ka shku për fik, jurisprudencë, se si ka nda ato meselet e Ebu Hanife, ka shku në Irak të mëson shkollën juridike Hanefit. E ka themelu usulul fikun Imam Maliku, edhe ka shkruar një libër që sot e kësaj dite ekziston dhe lexohet, quhet Ar-Risale, metodologjinë e jurisprudencës islame. Ka qenë devotshëm të dërshë vëllezër, sigur imam të tjerë dhe ki ka qenë shumë i devotshëm në, sepse inteligjenca dhe mësimi nuk mbahet pa devotshmëri. Çka thot
një vart, një poezi e kanë shkruajtur për Imam Shafiun dhe kështu kanë thonë shekautu ila waki su hifdhi. Imam Shafiu ka shku te El Waki, një prej dietarëve edhe u ka qajt, thot u ankova te Vekiu dhe i thash se kujtesja ime, do më thonë unë nuk jam të mbajt përmend shumë kohën e fundit. Fa arshadani ila tarkil ma'asi, edhe më tha lëni gjunahet, lëni mëkatet. Wa qala i'lam bi anna al-ilmu nuru, edhe më tha Vekiu tha dije se detyria është dritë, wa nurullahi la yu'ta lil asi, edhe dije që detyria nuk i jepet mëkatarit. Të ndërshëm vëllezër, edhe gjunaqar, edhe i devotshëm, edhe i ditur nuk mund. Dhe e katërta, Imam Shafiu vdiq në Egjipt në vitin 204 Hijri, edhe imami i katër është Imam Ahmed ibn Hanbali rahimahullah. Të ndërshëm vëllezër, Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani ka lindur në Bagdad në vitin 164 Hijri, me kalendarin tonë i vin 780 dhe ka vdekur në vitin 241 Hijri ose në vitin 855 sipas kalendarit tonë ose diellor. I ka qenë imam i katërt sipas renditës. Ebu Hanifja, Malik ibn Anesi, Imam Shafiu, pastaj vjen Ahmed ibn Hanbali rahimahullah. I ka kërku, ka fillu të mirët me hadith njerë, edhe shumë i Zoti ka qenë hadith. Ka u thunë Mekke, ka u thunë Medine, ka u thunë Sham, ka u thunë Yemen, ka u thunë Basra, në Kufë, edhe djetarë tjerë, edhe Ebu Hanife, edhe këto tjerë kanë udhëtu, s'kan dhejtë me një vend për me kërku dituri. Mësuesit e ti, para me njërin ndër mësuesit e imam Ahmed ibn Hanbalit është Imam Shafiu, rahimullah. Edhe thot Ahmed ibn Hanbali, ma sallejtu salaten illa da'utu li Shafi'i. Se cëllën namaz që e kanë falë, s'ka pas mundësi mos me bon lutje për Imam Shafiun, sepse ka qenë njëri që e mëriton lutjen tanë. Sepse nga Imam Shafiu kanë marrë shumë dietar dituri dhe ilm. Të ndërshëm vëllezër, libri i tij më i madh që sot e kësaj dite njihet quhet Musned Ahmed ibn Hanbal. Musnedi Ahmed ibn Hanbalit studiohet sot në shkencën e hadithit. S'ka fakultet, më thonë, nëse shkon regjistrohesh ku do në botë, edhe të ne, në Shkup, fakultetin e shkencave islame, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në Bosnjë, edhe në Stamboll, ku dush në botë shko, edhe në Amerikë, edhe në Evropë, pa tjetër me pas atje këtë lantë. Pa tjetër më marrë dhe me këtë libër, Musnedi Imam Ahmed ibn Hanbalit rahimullah. Sepse në këtë libër janë mbi 40.000 hadithe që studion. Të ndërshëm vëllezër, Ahmed ibn Hanbali i ka tubu më shumë se 1 milion hadithe. Atë shumë i zgjuar ka qenë, atë shumë ka mojtë mend sa që shumë është marrë me çështjen ose me shkencën e hadithit. Mirë pa e ka pas një sprovë të madhe, unë disa herë kam përmend gjatë muajit Ramazan në ato ligjëratat që kemi pas për xhamatin tonë. Në kohën e Ahmed ibn Hanbalit ka qenë khalife Me'muni. Pastaj vjen Mu'tesimi. Mirë po, në kohën e Me'munit janë përkthyer shumë libra filozofike. Edhe ka hyrë pak filozofia brenda shkencave islame dhe janë mbështjellë, janë përzi meselet, çështjet. Edhe tash e kanë nisë njerëzit me mendu që Kurani nuk ka fjalë e Zotit, po Kurani i krijuar. Do të thonë sikur njeriu që është krijuar, sikur qielli e toka jo, edhe Kurani i krijuar. Ahmed ibn Hanbali ka thonë jo, Kurani nuk është krijuar, po është fjalë e Allahut subhanahu wa taala. Çka më thonë el-Quran, definicioni Kur'an, kalamullahi el-munazzal, fjalë e Allahut subhanahu wa taala që i ka zbrit. El-munazzal ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, që i ka zbrit Muhammedin alayhi salam, wa huwa ad-dustur lin-nasi jami'a. Dhe është kushtetut për të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh ka janë dhe si janë. Edhe tash është burgos Imam Ahmed ibn Hanbali, pse e ka pas këtë mendim, është torturu, mirë po, Ahmed ibn Hanbali nuk e ka ndru mendimin, po kështu ka thonë, ndërmet nesh dhe juve si mbretër, është vetëm dita e gjenazeve, dita kur desim e kur dalim para Allah subhanahu wa taala,
atje kena më marrë vesh se kush e ka tamam e kush nuk e ka tamam. Të ndeshëm vëllezër, Ahmed ibn Hanbeli, rahimullah, ka vdekur në Bagdad. Dhe thuhet në histori që në xhenazën e tij kanë marrë pjesë mbi 800.000 njerëz. Në atë kohë. Në atë kohë s'ka pas shumë njerëz, si tash 8 miliard. Ka pas më pak. Për shembull Turqia, në atë kohë, Turqia sot në atë kohë ka 2-3 milion. Tash i ka 85 milion. E Mekja, Medina, Arabia Saudite në asaj kohë, po thamë ndoshta i ka pas 1 milion krejt. Tash i ka 35 milion. Irani ndoshta i ka pas 2-3 milion, tash i ka 90 milion, 90. Egjipti. Edhe kur themi në 800.000 vet, o shumë numër astronomik, shumë numër i madh. Sikur tash me thonë të dikush kanë prezantuar 10 milion njerëz. Pse Ahmed ibn Hanbeli ka qenë për njerëzve që e ka dashur hadithin dhe e ka ngritë Allahu subhanahu wa taala dhe e ka formuar mëdhëbin e tij që quhet shkolla juridike Hanbelite. Kjo shkollë më së shumti është e shpërndar në Arabinë Saudite, në Yemen, në Katar, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Bahrein, në Kuwait. Domethënë këto janë vende që më së shumti e kanë mëdhëbin Hanbeli, po ka edhe në Siri, ka edhe në Irak, ka edhe në Egjipt, ka edhe nga pak edhe në vende tjera, mirë po me shumicë njerëzit janë Hanbeli në këta vende. Të ndërshëm vëllezër, a ka qenë devotshëm Ahmed ibn Hanbeli? Si o menja juve, ka pas mundësi me arrit një njeri kaq shumë dituri dhe kaq shumë famë dhe autoritet në botë, pa qenë devotshëm. Po, ka qenë devotshëm dhe ka falë namazin e natës, sikur krejt imamët tjerë, ka agjëru pa ndërprerje kur është datë më agjëru, jo për ditë, në 8 ditë, por është marrë shumë agjërim, ka qenë i përullur me frikë, respekt dhe Allah subhanahu wa taala, dhe ka pas shumë durim, ka qenë shumë asgan sprova. Do më thonë njeri që i ka duru sprovat. Mis duru sprovat nuk ka dhe lehtë. Nuk ka dhe kollaj, Zoti inshallah nuk na sprovon. Po sasërisht, nëse dikush ta imponon me ndru mendimin. Shembull deri tash në feja, feja, kur për ndryshim. Vallave jo, po e ndrojmë edhe fenë dhe kambin. A mundemi me duru? Ama nëse torturohemi shumë, paramendojmë, me të marrë me të torturohu shumë, i thonë, a do më shpëtu, po. Ndrojë mendimin, thuj që feja janë nuk është në rregull, pa e pranim një fej tjetër. Ose kambi janë gabim qenka, pa e bëjmë një kamb tjetër, a mundet? A njeriu nuk do, ama këtë varet se kena me duru. Ahmed ibn Hanbeli ka qenë për njerëzve durimtar. Nuk e ka ndru mendimin, e kanë torturu, e kanë mbyll në burg, mirë po ka thonë jo. Kurani e fjalë Allah subhanahu wa taala dhe nuk është i krijuar. Të ndërshëm vëllezër, çka thot Imam Shafiu për Ahmed ibn Hanbelin? Thot unë, kur dola nga Bagdadi, se ki shku edhe në Bagdad, ki shku në Kufe, në Basra, me marrë dituri Imam Shafiu, për edhe në Bagdad, dhe nuk lash ati më djetarë se edhe më të devoshëm se Ahmed ibn Hanbeli, rahimullah. Kështu ka thonë Imam Shafiu, e ka ladhru edhe Abu Hanifën, e ka ladhru edhe Malik ibn Anesin, e ka ladhru edhe Ahmed ibn Hanbelin, Imam Shafiu, rahimullah. Edhe një fjalë tjetër se më kaloj për Imam Shafiu, i ka 2 mëdhëbe. Mëdhëbin e vjetër dhe mëdhëbin e ri. Para mendoj një dietar që kuron i devotshëm. Ka dhënë disa fetva që pastaj vetë i ka ndru. Vetë i ka ndru se e ka pa që janë gabim. Edhe i thonë mëdhëb el-qadim, mëdhëbi shkolla juridike e vjetër dhe e re. Për shembull kur ka udhëtuar në Egjipt, aty shumicën e fetvave i ka më të treja dhe më ndryshe. Kjo i vjen që, domethënë nëse unë për shembull them xhamat i nderuar, për shembull në haç. Kena shku në haç e them të ndërshëm vëllezër, mas 12 natës jemi në Muzdelife, edhe kështu e them. Sipas mëdhëbit Hanefi, duhet me ndej deri në sabat Muzdelife, e falim sabahin atë dhe duhet mas sabahit si dali dielli me dal me shku te Gurzi. Ama duhet me pas parasysh që 2 milion njerëz janë. Edhe mund me met pa ujë, edhe mund me met rrugëve, apo me vete i kena 300 vet, 150 smut,
100 gra nuk mundën me ecë. Ose dalim mas 12 natës sipas medhhebit Shafi. Ma kollaj në vjen. E pse mos më e bëm sipas medhhebit Shafi? Çka ka të keq këtu? Nëse ma kollaj, edhe më mirë për ne. Për shembull, jo, ne dalim, do të thonë ne dalim, hoxhallarët e Bashkia Islame të ne dalim mas 12-ve, edhe shkojmë te gurzit se mos të më kollaj dhe më në rregull. Se mas sabajt mund me met, edhe më humb, edhe pastaj me të dështu krejt haxhi. Por në mesele, jo, unë Hanefi jam. Hanefije, po të se ne ban. Se ne ban si Hanefit haxhi. Po, nëse ha ma pak njerës, si për para ka pas ma pak, po në rregull. Ama nuk prish punë, pse e ndron me dhebin. Nuk prish punë, edhe për atë shkak do njëherë nuk guxojmë ne mu bë njerës jo tolerant, diçka që krejt bota janë tolerant. Të ndërë si shembull, Ali ibn el-Medini thot për Ahmed ibn Hanbelin, Allahu e forcoi atë shumë në Islam, ose Allahu e forcoi Islamin me Ebu Bekrin, do më thënë e ka ngrit Islamin me Ebu Bekrin dhe Omerin, ose me Ebu Bekrin kur i luftoi ata Hurubur Ridde. Pas vdekjes së Muhamedit Islam, disa njerëz e refuzun zekatin dhe dulën nga feja, e lanë Islamin, edhe Ebu Bekri luftoi ata. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë kohë ka ngrit Islamin me Ahmed ibn Hanbelin. Nëse në kohën e Ebu Bekrit e ka ngrit me Ebu Bekrin, në këtë kohë ka ngrit Islamin me Ahmed ibn Hanbelin. Të ndërshëm vëllezër, durimin që duhet ta kemi ne, edhe e kanë pas imamët mëdhenj, gjithçka, edhe mbron në atë që e thu, ose të vërtetën, sinqeritet duhet me pas në kërkimin e dijes në gjithçka, dashuria për hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe për në fund, unë mësoj veten dhe juve të gjithëve, puna jonë është me kërku dituri, mu mundu me lexu dhe me mësu. Po nëse ndonjëherë kena ndonjë mosmarrveshje ndërmjet neve, i kena hoxhallarët edhe ata duhet me pyet se çka mendojnë për këtë mesele, e nuk bën në si xhamat me hi dhe me bon luftë ndërmjet vetë, jo në Hanefi, në Shafi, në Maliki, ma që kena njerëz që janë marrë, kanë studiu këtë çështje më mirë. Pse me hinë në këto tema, duke pas parasysh që kemi njerëz që mirën dhe janë marrë me këto tema. Allahu subhanahu wa taala thot për në fund, prej besimtarëve ka burra që e përmbushin besimin dhe që ja dhan besën Allahu subhanahu wa taala, edhe prej tyre ka që presin për me dhon besimin dhe për me mbush besimin e Allahu subhanahu wa taala.